Përshëndetje shikues të kanalit tonë Mbretëria Shqip, vazhdojmë me pjesën e 5 të serialit 365 ditë në një koshere. Dhe më thonë, jemi duke ndjek për gjithë viti një koshere se çfarë po ndodh. Sot do të bëjmë një video më të thjeshtë dhe më të shpejt për arsye se Alilin e kam në mungesë, dhe kur e kam Alilin në mungesë, injizimet nuk shkojnë mirë. Kështu që sot do ta bëj një video, domethënë të shohim se çka ka ndodhur në katin e dytë. E dini gjithë se ne thamë që pas 7 ditë, 5 ditë, duhet ta kontrollojmë kolonien për eventualisht çibuk në katin e dytë, si rezultat i mungesës së fermonit. Kështu që në këtë video ne do të shohim çka po ndodh në katin e dytë, po ashtu edhe në katin e parë mos vallë kolonia ka kriju çibuk, edhe pse nuk besoj, pavarësisht se ka filluar nektari. Ajo që duhet presë është mjalti. Kështu që heqim kornizën e parë dhe duk qartë është komplet me mjalt. I pavullosur ende, edhe ana tjetër. Shpresoj të shifet. Ju thash se kam mungesë Alilin për arsye më thonë personale, ka qenë shumë i zënë dhe vendosëm që këtë video të bëjmë si më të shpejt dhe më të shkurt. Kjo është kornizë me mjalt, nga cila nuk shohim çibuk, edhe pse më minën të shkundet. Aty ku dishojmë është më mirë të shkundet, sepse mund të kemi ndonjë çibuk të msheft, por unë nuk do t'i shkundi sepse do të krijoj të llovi të madhe për shkak të erës që e kemi për momentin, ka shumë erë, edhe pse nuk dallohet në mikrofon. Kjo është perfekt. Ju thash se aty ku ka bosh, nëse kujtohet dhe kush e ka pa pjesën domethënë të katërt, ju thash se aty ku ka bosh kolonia hedh mjalt, pavarësisht se ka pjell kjo kornizë. Tani punojmë pak me më pak stres për arsye se mbretëreshe nuk e kemi dhe ja korniza perfekte. Me një pjellë perfekt. Ja, dhe kjo pjesa këtu naltë është mbush me mjalt. Domethënë kurora është mbush me mjalt. Pse? Sepse aty ka gjithë vend. Filloi një erë fort. Ka gjasa që edhe kosherën, domethënë të më agresive kolonien. Dhe ja ku kemi disa çibuk, por jo serioz. Këtu në fund të kornizës shoh disa çibuk. Dhe korniza e mbushur me mjalt, i shkatrojmë edhe këto. Nuk janë çibuk që kanë larva, janë emergjent. Kemi një erë të fort. Kolonia është e qetë, sigurisht e qetë sepse ka në ushqim mjaft. Edhe po sjellin këtë ditë. Por sot do të kemi shim pas dite. Pak shkatrojmë këtë çibuk, shkatrojmë këtë. Këto çibuk nuk janë, në fakt janë zile emergjente, më falni. Mos shkemi ndonjë të skaj këtu, ndonjë të fshehur. Jo, s'kemi. Të shohim edhe njerëz si jemi me kamerën vetëm një sekond. A jeni të pa diçka apo jo? Edhe kjo është me mjalt. Shifi ky mesi këtu. Nëse kujtohet nga pjesa e 4 ka qenë domethënë bosh. Dhe ja që kolonia ka hedh mjalt më njëherë. Edhe i ka ato larva që i ka pasën. Edhe nga ana tjetër identik. Edhe kjo kornizë është me mjalt dhe pjellë mashkullore këtu sipër. Perfekt. Edhe kjo është me mjalt. Edhe kjo përplot me mjalt.
Perfekt. Më thonë shifët se ka prujët mirë. Ajo që do të bëjmë është, do të kontrollojmë katin e parë. Korniza e skajt. Plot me ushqim, mashallah. Perfekt. Tash do të transferojmë këto në katin e dytë. Mbi këtë nukleus, mbi këtë shtesë që e kapëm. Para disa dite. Pa. Qenë ka arke e rëndë. Probleme mesin, mungesa e lilit. Problemi madh. Shpresoj që mos bën problem në mes. Është stabil, ok. Jemi ok. Kjo është pjesa e sipërme e katit parë. Shifet se stërmbush me bletë. Mizë. Kishim disa kritika, mos i thoni mizë. Përdorët në kontekstin e përgjithshëm. Sepse kuptohet se jemi të punu me bletë. Në terminologjinë e bletarisë përdorët mizë. Kur i përfshim kështu. Në përgjithësi, po nuk e kanë keq. Më mirë të themi 10 rrugë me bletë sa me mizë. Meshkuj full. Gjithë korniza në thuajse 99% është me meshkuj. Këto meshkuj na duhen për shka? Për arsye se kur të kemi ndonjë çibuk dhe fekondim, gjasat për të fekondu le të jenë më të mëdha nga këta meshkuj të kësaj gjenetike, sepse në gjenetikën e mbretreshës ka rol të madh edhe meshkujt. Shumë rol të madh kanë. Sepse mbretreshat e mira krijohen me seleksionim të meshkujve. Kështu që kur keni meshkuj nga kolonitë e fuqishme me gjenetikë të mirë, mos i shkatroni. Edhe kjo është domethënë një kornizë me ushqim, nektar i ri, edhe këtu kemi nektar të ri, perfekt, meshkuj plot. Ju duhen mbretëreshave edhe pse deri tash nuk kemi pas asnjë rojitje. Kjo shtesa që përmenda është, kemi kap diku në një vend tjetër, sidoqoftë kalojmë tek tema perfekt. Shohim bleta punëtore të cilat bajnë domethënë orientim të bletave për nektar. Mbretëreshën e dini se kemi me ngjyrë të gjelbërt, shifet se ka prurje për shkak se në katin e parë kolonia vetëm se ka fillu ta bllokojë edhe katin e parë. Mundet ka gjasa, me gjithë gjasa, që kjo koloni ndoshta një gjysmëkati ose katin e tretë, por ende po presim. Kjo është korniza e 4. Dhe korniza e 4 shifet pjellja këtu. Nuk du ta ngacmoj shumë për shkak se ka shumë erë dhe mos du ta bëj agresiv. Ose mbrojtëse, sepse agresiv, më shumë të mbrojtëse, sepse ajo po mbrojnë koloninë e vet. Perfekt. Me shumë kujdes. Kjo është korniza e 5 në radhë, që po vjen. Dhe kemi një kornizë perfekte. Mashallah. Zoti mirësine. Sepse kishim një komenta pse përdor këtë fjalën. Mashallah. Unë them mos u kapni për fjalë, po kapni për punën. Dhe jo për terme të cilat nuk ka nevojë. Edhe kjo është identike. Çibuk nuk kemi më, ata ju garantoj 100% se s'kemi më çibuk. Dhe që tregojmë një video tjetër si ta verifikojeni se kolonia nuk ka çibuk.
Në këtë pjesë nuk ka 100%, do të thonë sigurt. S'kemi çibuk. Dhe filloi ezani, unë vetëm do kontrolloj pa fol fare. Nuk do të vaj pauzë dhe këtu patjetër duhet ta cek. Këtu kemi domethënë vezë treja. Mbretëresha duhet të jetë këtu pari dikun. Perfekt. Edhe kjo është domethënë e stërmbushur. Tu ka meshkuj. Edhe kjo kornizë është plot me ushqim, po ashtu edhe korniza e skajt është me ushqim dhe me shkuj. Mbretëresha nuk e pa, po ku ta shofish në këtë tuf kaq të madhe të bletëve, ja mbretëresha, ja. Perfekt. Gjithçka ishte perfekt në katin e parë. Perfekt. E mbyllim. Të dashur anëtar të kanalit Bletëria Shqip, kjo ishte sa i përket pjesës së 5 të serialit 365 ditë në një koshere, konkretisht në koshere numër 5. Siç i pa domethënë intervenimet, në fakt nuk kemi bërë asnjë intervenim, vetëm bëm kontroll të ndonjë çibuku eventual, pavarësisht prurjeve të mëdha që ka. Mbretëresha nuk po bën çibuk. Kjo është një gjenetikë e mirë, është gjenetikë e selektuar dhe është shumë cilësore, pavarësisht se ka shumë të rol të madh gjenetika. Kemi gjenetikë të cilat, domethënë një 6 rrugë mis, më njëherë nxisin ndarje. Do të vazhdojmë me pjesën e 6, në të cilën do të bëjmë një kontroll, do të shohim prurje, do të shohim eventualisht përsëri për ndonjë krim të ndonjë amzori. Se e përket kësaj pjese, unë shpresoj të kisha qenë i qartë, edhe pse kisha mungesë të alitit për të bërë ndonjë incizim më të detajuar, por se ne ju kemi premtuar sepse çdo kontroll do të incizohet dhe patjetër që u desh ta bëj vetë këtë incizim. Në pjesën e 6 shpresoj ta kemi Halilin. Kështu që unë ju përshëndes në emrin tim dhe në emër të Halilit dhe ju falenderoj shumë për shikimin dhe ndjekjen tonë. Nëse ju ka pëlqyer video, e dini mund të na shtypni një like, nëse keni ndonjë koment, eventualisht ndonjë mos pajtim ose ndonjë parregullsi që keni vërej diçka, çfarë do qoftë,
mund të shfrytëzoni komentin poshtë. Mirëmbëjtje dhe shihemi në pjesën e 6. Shkojmë në like.